Selamu alaikum të dashur miq, kjo është emisioni Dritarja e Agjëruesit. Edhe sonte po takohemi bashkë për të realizuar këtë emision me të ftuarin ton të radhës. Në fakt me ne sonte është Hoxha Agim Bekiri nga Shkupi, i cili në këtë emision do të mirëpret telefonatat tuaja që mund t'i drejtoheni me pyetje. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se u gjej, mbojar. Allahu ju shpërblef për ftesën. Kemi kënaqësinë që jeni me ne. Gjithashtu. Si po kaloni këtë ditë Hoxh? Mirë, Shkupi me atmosferë të veçantë. Po, me të vërtet ka atmosferë të mirë të Ramazanit. Frekuentimi xhamive, ligjëratat fetare, ato mukabelet, leximi i Kuranit në për xhamia të ndryshme. Janë aktivizu të gjithë. Po, domethënë është një lëvizje e cila vërehet, lëvizje e mirë. Iftarit, pastaj taravit. Po, si zakonisht domethënë njerëzit dalin në për taravih. Tash jemi sapo kemi hyrë në 10 ditëshin e ditë të Ramazanit. Ka pak ramje të pjesëmarrjes në xhami? Ka një përqindje shumë të vogël. Një përqindje shumë të vogël. Si zakonisht këtu është ai testi më i fortë, i sinqeritetit të themi, se njerëzit e kanë një entuziazëm në fillim, pastaj ndoshta një pakicë, jo shumë, nuk është ndonjë dallim drastik. Për shembull që zbrazën xhamiat, unë po flas sikur ka qenë në të kaluarën. Xhamia ku jam, po, në të kaluarën me të vërtetë kishte një dallim më të madh, ramje të madhe për shembull pas javës së parë të agjërimit. Mirë, po tash me thon drejtën, unë jo që i kam pa të gjitha xhamiat, mirë po e krahasoj xhamin ku shërbej unë aty si imam edhe hatib, nuk ka ndonjë dallim të madh. Mirë është. Domethënë është xhamia gati se përplot e mbushur edhe në namaz të taravis. Po besoj që shumica e xhamive janë në këtë gjendje. Po edhe në Kosovë është po ashtu, ka shumë pjesëmarrje të besimtarëve, sidomos në namazin e teravive, por edhe në vakte të tjera është vërejtur kjo. Ju pyeta për iftaret, dhe në fakt do të ndalemi te iftari si akt adhurimi, ta quajnë. Pse ka vlerë dhe çfarë vlere realisht ka iftari për besimtarin agjërues? Po, për të asaj, domethënë se në iftar njerëzit tubohen rreth tavolinës për të ngrënë ushqim, iftari ka një kuptim shpirtëror. Është edhe edukim, është edhe adhurim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se agjëruesi e ka një lutje të pranuar në kohën e iftarit. Pra në atë moment kur të bohen njerëzit në për tryezat e iftarit, në thëmë pak minuta përpara se me thirë ezani, është shumë mirë që me lutë Allahun subhanahu wa taala, sepse është kulmi i adhurimit të asaj dite. Po përmbyllet madje një adhurim i veçantë. Po, faktikisht domethënë njerëzit kanë shprehat sabrin e përkushtimin e tyre, dhe tash është momenti kur, domethënë, duhet të përmbyllet krejt ai adhurim ditor. Sa agjëruesi, domethënë janë dy hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se lutja e agjëruesit pranohet, pra çdo sekond i agjëruesit është i vlefshëm, por kjo kurorzohet me çastet e fundit të ditës kur njerëzit e presin iftarin. Atëherë kur trupi është më i lodhur, kur adhurimi është më i përsosur, pra duke përfunduar. Është duke përfunduar edhe besimtari është më i thyer. Edhe kjo është arsyeja pse është më i thyer dhe dorëzohet krejtësisht. Do të thonë faktikisht pjeken disa kushte për mu pranu lutja. Se besimtari ndoshta gjatë ditës është agjërueshëm, mirë po i ka obligime. Është aktiv, i ka obligime, ndoshta nuk e ka fokusin të agjërimi. E tash kur ulesh në iftar dhe pret momentin, domethënë që me thirr ezani i akşamit për me cel iftar, domethënë ato çaste pak minuta, faktikisht domethënë është një fokusim në adhurim, në agjërim, në meditim ndoshta.
ndalet njeriu me don. Prandaj edhe këto janë disa parakushte për të pranuar lutja. Edhe për këtë arsye thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se lutja e agjëruesit në kohën e iftarit pranohet. E para, e dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ummeti im do të vazhdoj të qëndroj në rrugë të mbar përderisa e shpejton iftarin. Edhe kjo është diçka shumë interesante, përderisa e shpejton iftarin. Edhe mu, me thonë drejtën, këtë hadith e kam lexu shumë herë, qysh në shkollët e mesme. Mirë, po nuk e kam kuptuar. Ndoshta edhe pse nuk e kam shikuar. Edhe ne si xhamati kemi dëgjuar shumë herë, por po duhet të pas një logjik pse. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ummeti im do të qëndrojë në rrugë të mbar përderisa e shpejton iftarin. Çka ka lidhje kjo me përshpejtimin e iftarit? Pra, ne e dim shumë mirë se për sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që më njëherë me çel iftar. Po. Sepse këtu, domethënë del në pa dy gjëra. E para, zbatimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mirësia më e madhe. Ummeti është në rrugë të mbar nëse ai çel iftar atëherë kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka një unifikim të umetit. Ka një unifikim dhe ka një lloj, domethënë, dëgjueshmërie ndaj pejgamberit. Pse? Tjetra, domethënë, është një paralajmërim për mos me tepru në fe. Qysh mos me tepru? Për shembull, dikush mund të më thonë, s'është problem, unë edhe një 10 minuta apo e vazhdoj agjërimin. Për çfarë në një transmetim tjetër lexoja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ummeti im do të jetë në hajër përderisa nuk pret që të shfaqen yjet për me çel iftar. Shfaqja e yjeve bëhet kur hin veç më koha e yacis. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se ka më pas njerëz të tillë të cilët nuk do të respektojnë rregullat e fesë. Dhe duke dashur që ta shtojnë adhurimin, ata do të bëjnë një padrejtësi dhe do të dalin nga rruga e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo teprim në fe është i dëmshëm. Pse se faktikisht ti po e bën më të vështirë se sa që është feja. Sigurisht e ngjashme me këtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili kur merr avdes e te kalon brylin gjatë larjes së krahave. Ka dikush thotë është më mirë deri këtu në supë ti laj krahat. Thotë kush e bën këtë, ai ka te kaluar kufi dhe ka bë padrejtësi. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra çdo kund kur vështirësohet nga pak, bëhet feja e vështirë edhe pse nuk është e tillë. Bëhet feja e vështirë dhe vështirësimi i fesë sjell pastaj devijime, sjell ekstremizëm, sjell kundërshtim të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo njeri që do ta shtrëngoj fen, feja do ta fitojë ata. Për çata ata të cilët e dalin nga kufit e teprojnë, domethënë nuk i shfrytëzojnë lehtësimet e Allahut subhanahu wa taala. Më një fjalë nuk i ndjekin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zakonisht domethënë nuk do të kenë pastaj mundësi që ta mbajnë këtë tempo dhe dorëzohen. Pra mesazhi i fuqishëm për çështjen e iftarit të bëhet në kohën e vet. Dhe si akt adhurimi pra është domethënë kretë kjo faktikisht iftarit me lutje të shoqërohet. Domethënë kretë kjo është thon kuptimi i adhurimit, sepse adhurimi çka është? Të zbatosh urdhnin fetar ashtu siç e ka kërkuar Allahu se pejgamberi. Po, dhe që në fillim e thas hoxh është çështje shpirtërore, pra edhe çështje shpirtërore iftari. Po në aspektin tjetër, pra të plotësimit të nevojave të njeriut, pra është ushqimi, është pija e kështu me radhë. Në fakt, shumë herë është përmendur edhe nga aspekti fetar, por edhe nga aspekti shëndetësor, iftarit të mos jetë i stërngarkuar. Pse ka rëndësi modestia, themi, thjeshtësia në iftar? Thjeshtësia në iftar ka rëndësi. Pra të dallojmë iftarin me darkën, me atë ushqimin pastaj. Pas taravis. Pas taravis, po për që bëhet... Dikund, për shembull, ka ra në Arabi, në Saudite, ka disa vende iftari vetëm çelet lehtë, me një lang. Pra kjo është iftari? Kjo është iftari. Po në përgjithësi, mirë po tek ne, duhet pak të jemi, ta shohim situatën si është tek ne. Tek ne zakonisht është një, iftari darka është një, realisht. Nuk e di, unë po flas për të në Shkopër për shembull, zakonisht njerëzit që ulin dhe kryejnë iftar dhe kjo
më thënë, teprimi me ushqim. Pra, nëse e prishim këtë thjeshtësinë e iftarit që e përmendet ti, nëse nuk e ham një iftar të lehtë, ne faktikisht e prishim frymën e agjerimit. Sa agjerimi çka është? Agjerimi është ngritje shpirtërore dhe më thënë paksimi ushqimit, në mënyrë që se ka dhe dobi shëndetësore. Tash për shembull me i pyet mjekët ose këta nutricionistët, me i pyet për shembull ti s'ke hangër 3-14 orë edhe me konsumu një sasi të madhe të ushqimit, kjo shumë e dëmshmash. Agjerimi nuk e ka këtë qëllim, pse ku mbet solidariteti me të varfër, bashkëndjenja me ta, ku mbet shëndeti, ku mbet ajo, do të thonë fokusi më thonë ngritja shpirtërore, se më thonë ushqimi mundet më kthi për shembull fokusit të ushqimit dhe bëhet agjerimi një festival ushqimor. E që në fakt edhe gjatë të ushqyerit fokusi duhet të jetë shpirtëror, të meditojmë rreth mirësive, sigurisht, rreth mundësive që na i dha Zoti. Po, se njeriu do të thonë në fund të iftarit i shef 3 dhunti të Zotit. Do të thonë kur para se me çel iftar, dhuntia e parë është dhuntia e udhëzimit. Për çfarë ka thonë pejgamberi agjeruesi i ka dy gëzime. Normal, njeri gëzohet se do të pije ujë, se ndoshta ka qenë i etur, do të konsumojë ushqim. Normal, është natyrore të mu gëzu. Thotë pejgamberi ka agjeruesi dy gëzime, kur çel iftar dhe kur e takon Zotin e tij. Mirë po, për te ushqimit është momenti mirënjohjes. Është momenti kur agjeruesi e kupton se Allahu e ka veçuar prej shumë njerëzve të cilët ndoshta i kanë pas kretë kushtet, po s'kanë agjeru. Për çfarë duhet me falendëru Zotin? Për udhëzimin. Udhëzimin. Tjetra, Zoti i ka dhënë fuqi dhe vullnet dhe durim. I ka dhënë. E treta, Zoti i ka dhënë furnizim. Se tash ti kur e sheh, për shembull, ka dikush është i detyruar ndoshta me ndejt i etur edhe i uritur, për shkak se nuk ka ushqim. Ndërsa ne sofrat, në me thonë, elhamdulillah, falëndrimi i takon Allahut, janë përplot me ushqime. Pra, janë mjaft çështje që duhet kemi parasysh në kohën e iftarit dhe jo vetëm ushqimi dhe pija. Edhe dashur miq, ne kemi hapur linjën për ju, do të mirpresim që na telefononi dhe do të lexojmë një mesazh hoxh që thot: a prishet agjerimi prej kremave që thithen në lëkurë? Jo, do me thonë nuk prishet agjerimi prej kremrave të cilat përdoren, sepse nëse nuk kalojnë nëpër, do me thonë, gojë ose nëse nuk e kalojnë fitin, do me thonë ato kremra mund lirisht të përdoren, sepse nuk janë as ushqim e as nuk e zaventësojnë ushqimin. Po. Do të lexojmë një tjetër mesazh, thot: si jepet zekati në mallin tregtar? Zekati në mallin tregtar mund të jepet në dy forma. Mund të bëhet një llogaritje e vlerës së mallit dhe pastaj nxjerret 2.5% e asaj vlere, ose mund të jepet në vlerën e, do të thonë, mallit. Për shembull, nëse dikush ka rroba, mund të jepë rroba zekat. Nëse dikush ka për shembull kpuç, mund të jep kpuç për nevojtarët e kështu me radhë. Varësisht prej llojit të mallit që e ka, e vlerëson sa është malli dhe 2.5% ose 1/40 e më thon kretat i mallit e nxjerr nëse i ka kaluar, do me thonë, ai mall në vjet, edhe nëse e posedon atë sasinë e caktuar të pasurisë që quhet nisab në sharia. Për cilën jepet zekat. Po, mund ta vlerësoj dhe të jep në formë të parave, ose mund të jep prej mallit 1%, do të thonë nëse atë mall që e ka ai, do të thonë ju krym punë nevojtarëve, se ka ndonjëherë ndonjë mall që nuk është i nevojshëm ose nuk është prej atyre nevojave elementare për cilat kanë nevojë njerëzit të varfërit, të mjerët, atëherë vlerëson, domethënë edhe e nxjerr në formën tjetër. Po, në formë të parave. Do të mirpresim telefonatën, alo? Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Përshëndetje, aleikum selam. Jam Rejana, dhe ishta 2 pyetje mja bo hoxhës. Po, cila është pyetja e parë? Në cilë mosh ngjihen mëkatet e njeriut dhe sa vjeç
tu pranuar agjërime. Dhe dita se... Nga cila moshë pranohet agjerimi? Po. E qartë. Faleminderit. Tere Hoxh, ka të bëjmë me moshën. Në njërën anë, kur fillojnë të llogariten mëkatet dhe kur bëhet obligim agjerimi. Po, kur bëhet obligim agjerimi. Agjerimi dhe obligimet tjera fetare bëhen prej momentit kur fëmia hyn në pubertet. Qëllimisht e përmend. Disa dietare kanë caktuar moshën 15 vjeçe. Pra fëmia kur i bën 15 vjeç, atëherë se puberteti është variabil, të dikush është pak më para, pak më mbrapa. Më e saktë është se, do të thonë, atëherë fillon ajo pjekuria, kalimi i fazë nga faza e fëmirisë, kalon fëmia në fazën e të rriturve. Është fillimi i fazës së të rriturve. Pre atëherë, e ka obligim namazin, e ka obligim agjerimin. Tash si zakonisht e vajzat është pak më herët, të djemtë është pak më vonë, mirë po, aty 3, 14, 15 vjeçar, aty sillet, ajo mosha, secili e di për arsye se ato janë, mësohen, në biologji ose të themi në mjekësi janë ato simptomat se kur, cilat janë shenjat e pubertetit. Ndërsa, sa i përket kur shënohen mëkatet, është e njëjta. Është këtu të pyetja kur duhet me agjerum. Në fakt, pyeti prej cilës mosh pranohet agjerimi, në fakt, sepse edhe fëmijë që herët agjerojnë, por a pranohet apo jo? Po, agjerimi pranohet, në mosh shumë të vogël, nëse fëmia agjeron, shpërblimi shkon për kujdestarët e tij, edhe për fëmijën. Pra në këtë rast për prindërit dhe fëmijën. Për prindërit, po. Çdo punë mirë, bile kjo se fëmijët nuk duhet të presin moshën e pubertetit për me startu. Ata duhet të ushtrohen me agjerim, me namaz, me punë të mira që kur të vije mosha e pubertetit dhe veç më duhet të jenë të gatshëm. Do me thonë, shpërblimi shkon në moshën qysh në moshë shumë të vogël nëse fëmijë, se ka fëmijë që agjerojnë për qenë 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, e kështu me radhë, agjerojnë fëmijë të shumë ose falin namaz. Do me thonë, ky adhurim shënohet për, shpërblimet që i shënohen edhe fëmijës, edhe prindër, ose disa dietarë thonë vetëm prindërve të tyre, për arsye se fëmia nuk është i obliguar në këtë moshë, fëmia që s'ka arritur kohën e pubertetit. Ngjashme është mëkatet kur shënohen. Do me thonë, mëkatet shënohen nga mosha e pubertetit. Do thonë, nga faza e pubertetit, si të hyje fëmia në fazën e pubertetit, atëherë gabimet që i bën i shënohen atij. Ndërsa gabimet që i bën më herët, nëse është nga pakujdesia e prindërve, atëherë ju shënohen prindërve. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonatën tjetër. Alo? Alo? Kunani? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum për ty edhe për vëllezën. Aleikum selam. E kam një pyetje për vëllezën, a mundem? Patjetër. Para 3 vjetë, në shok i imi, jo atë shok i ngusht, pra kena punu jashtë. Edhe mi lype 600 euro. Po. Erdhe u kajt, edhe kom dhe bo luktin operacion, po shërizën e zotit mi jap, me gjonë. Ja gjeta të pare, ma marrë dhe zdi kushën derë, unë jëmë qasisoj që nuk e këthej mrapa. Pra, kur mi këthen, sa ti këthej, mi jadashëm 10 orë, sa ti këthej njana. Edhe, mas atyrit nuk me dha heq, janar, viti tjetër, tjetëri, 300 vetë, me dha 400 euro, edhe tjera tjo. Edhe 5 antarë familjes i punojnë, a ka me qëllim, a nuk e ka, po du me thonë hoxhës ato halal, nuk mëjmë jabo. Mos me pas, ja kësha falë. Qysh kom falë shumë. Pra, në qëtë njërë,
nuk di që cilëna ndaj tina. Nëse mundet hoxha më bën një shpjegim, jam i kënaqur. Faleminderit shumë për këtë telefonat. Faleminderit edhe për jush, natën e mirë. Natën e mirë. Tre hoxh, si shpjegohet kjo gjendje dhe çfarë këshille keni për telefonuesin, sepse Nëse situatat të tilla përsëriten në shoqëri, pastaj krijohet përshtypja se nuk është mirë t'japim borxh. Po, fatkeqësisht. Nëse borxhmarrësi ka mundësi të kthej borxhin e tij, mirë po nuk e bën një gjë të tillë, atëherë kjo është një zullum. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zullum kërthemi është mëkat i madh. Ka thonë matlul ghaniyyi dhulmun. Zvarritja e borxhit nga ai që ka është i pasur, është zullum. E zullumi është që i themi ne edhe shqips, arabisht zullum do me thonë errësirë. Është errësirë ditën e gjykimit. Kjo është në rast se ai borxhmarrësi ka mundësi ta kthej. Në rast se ai nuk ka mundësi, Zoti e di ç'është ka situatën, se ne nuk mund ta gjykojmë, unë nuk e njoh dhe nuk e di. Po ne vetëm po i parashtrojmë ato mundësitë edhe hipotezat se çka mund të jetë. Në rast se borxhmarrësi nuk ka mundësi dhe borxhdhënësi në këtë rast pyet si i jep afat atij, kjo është një shpërblim shumë i madh. Për çdo ditë që e pret, domethënë jashtë domethënë marrëveshjes që e kanë pas, për çfarë e kanë pas marrëveshjen në fund të janarit. Fillon shkurti për çdo ditë shpërblehet, ka hadith për këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse borxhmarrësit i jep afat një ditë, llogaritet sikur krejt atë shumë e ke dhënë sadaka. Nëse e prit 2 ditë, domethënë sikur më dhon, për shembull në këtë rast i ka mbet edhe 200 euro, i ka mbet por se 400 ja pas ka kthy sa e mora veshtun. Nëse ti e pret sepse ai ka vështirësi, atëherë me të vërtetë shpërblimi është shumë i madh dhe nuk duhet më bë presion, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë para jush ka qenë një njeri i cili kur i ka çu punëtorët e tij te borxhmarrësit, ju ka thënë kështu: nëse është dikush në vështirësi, tolerojeni, pra jepni afat, ndoshta Allahu do të na tolerojë edhe neve për gabimet që kemi bërë, dhe thotë pejgamberi sa për këtë Allahu e toleroi dhe e fitoi xhenetin ky person. E tash është pak problematike se rastet të këtilla edhe vetë potencove të bujar se domethënë ndikojnë shumë keq edhe njerëzit binden sikurse nuk duhet me dhon borxh. Borxh duhet me dhon, mirë po njerëzit duhet së pari të shkruhet borxhi, të bëhet me dëshmitar, edhe pastaj njerëzit të jenë besnik edhe lojal ndaj marrëveshjeve që i bëjnë mes tyre. Të mos bëhen mashtrues dhe tradhtar, sepse kjo pastaj përhapet edhe zhduket bamirësia dhe ndihma reciproke mes njerëzve. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala na urdhon që të ndihmojmë njëri tjetrit në punë të mira dhe në devotshmëri. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, thot Allahu, ndihmojeni njëri tjetrin. E tash në një shoqëri ku njerëzit nuk e ndihmojnë njëri tjetrin, domethënë faktikisht ajo shoqëri fillon dhe dobësohet. Prishen raportet ndërnjerëzore, ndërsa feja na urdhon të kundërtën, që ne të ndihmojmë njëri tjetrin, të jemi tolerant, të jemi solidar me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin, ta mbështesim njëri tjetrin, ta udhëzojmë njëri tjetrin, ndërsa me kësi gjeste faktikisht ne përhapim, përveç që i bëjmë një padrejtësi pronarit të pasurisë, domethënë një zot, eta çka duhet të bëj ky? Domethënë nuk besoj që ka ndonjë opsion, nuk duhet me bën ndonjë gabim tjetër, për shembull kërcënim, kacafytje, hasëmllëqe. Duhet fundit zgjidhja më e mirë është bëhet fjalë për 200 euro që ti le, domethënë që Allahu subhanahu wa taala, ai është ai i cili do t'i kthejë, domethënë në mënyrën më precize. Domethënë që nuk do t'i mungoj asgjë. Ndoshta ditën kur do dalim përpara Allahu subhanahu wa taala, personi që ka mundësi, por nuk e kthen borxhin, do të kishte dëshiruar që krejt më apazon me shtëpi, me pasuri, me krejt që ka, vetëm mos me shkuta Allahu subhanahu wa taala me borxhin e huaj, sepse borxhin e huaj Allahu kurrë nuk ta fal. Ban vakiçaj borxhmarrësi që ka pas mundësi me ja kthi borxhin edhe nuk e kthen, ndoshta ati, domethënë kam ja marr borxhdhënës, kam ja marr shpërblimet e agjerimit, shpërblimet e namazit, Zoti e di çfarë kam e kërkuar derisa ai të jetë i kënaqur, domethënë me atë padrejtësi që i është bërë.
Pra, me këtë këshill, pra, shikuesi e ka tash atë materialin, pra, që ta tejkaloj këtë gjendje, në mënyrë që unë e kisha porositur mos rri i shqetësuar. Po, me tejkalu këtë gjendje, në më thonë, nuk qenë ka ndonjë pasuri shumë madhe, megjithëse për dikant mund të jetë shumë e rëndësishme, mirë po, ka shumë raste ku, në me thonë, njerëzit ndoshta për një pasuri të vogël e bën një gabim më të madh, pastaj e shlyn, në me thonë, faktikisht futen në një tunel të mëkateve dhe problemeve, a kështu, në me thonë, ajo që mund të bësh, përveç nëse ke ndonjë dokument ose diçka, nëse është me noter ose me diçka, në me thonë, ka drejt me kërku edhe nëpërmjet organeve të drejtësisë. Ka mundësi. Lejohet kjo, do të thonë të drejtën tënde me kërku nëse ka, mirë po nëse janë borxhe kështu që zakonisht njerëzit gojarisht i bëjnë këto, atëherë shpresa të Allahu subhanahu wa taala që ajo padrejtësi ka me të zaventsu qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Do të vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo? Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Inshallah zotën ai pranon agjerimin. Amin. Një pyetje për hoxhën. Po? Kam marrë medikamentin në shefer. Dje kom pasën vjellë gjatë ditës. Ama nuk kom hangër as nuk kom pijen, se e kom bani atë me një nuën. A do të me kompenzu këtë ditë, apo jo? Pra ke vjellë pa dëshirën tënde, pa stimulu. Pa dëshirën tënde, i smut jam kanë, jam në moshë këtyme. Po, dhe pas kësaj ke vazhdu agjërimin? E kom vazhdu dhe një fëtarë. E kuptuam. Faleminderit, ju përshëndesh. Selam aleikum. Edhe ne ju përshëndesim juve. Aleikum selam. Mirëpresim telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A dëgjut porcit që thira, a ju? Jo, ishi duke prit... Nuk jam kanë lidi. Po. Ta që inkuadru në emision, po të dëgjojmë. Po. Baba jam ka vdek që 30 vjetë, e atëherë ka dhonë pore me komod, por nashta se ka di që është gjuna. Kush ashtu? Baba jam. Amo gjyshin e ka pos, Hoxh Ibrahinin gjysh, amo zdi nashta se ka dit, amo ka dhënë pore që është me komod. Si po mendon, si ka dhënë pore? Ta mundesh me na spjegu pak? I ka dhënë poret për shembull, i ka dhënë 2000, atëherë në konë marka, e i ka thonë me ja këthy nashta 2500. E qartë. Që shto. Po nashta se ka dita, den që është. Dhe do një koment. Po. Faleminderit. Aj, natën e mirë. Natën e mirë, vazhdojmë tutje, mirëpresim telefonatën e radhës. Alo? U shkëput, mirë, atëherë Hoxh thot përdor medikamente dhe gjatë ditës ka pas vjellje pa dëshirë dhe ka vazhduar agjërimin. Është në rregull kjo ditë e agjëruar apo duhet kompenzuar? Po, agjërimi që bëhet pa ndërhyrjen e agjëruesit, se ka dikush, domethënë vjell me qëllim që të lirohet. Domethënë nëse i vjen e vjellura vet pa insistimin e tij, kjo nuk e prish agjërimin. Kjo nuk e prish, duhet me vazhdu dhe nuk ka nevojë me kompenzu ose me bon kaza këtë ditë. Pra, ka vepru në rregull që ka vazhdu dhe agjërimi është në rregull. Agjërimi është në rregull. Falni. E përmendi thot babai ka dhënë në të kaluarën para me kamat, por ndoshta nuk e ka ditë. Kamata është një prej gjunave të mëdha, ne shpresojmë që se ka ditë. Nëse nuk e ka ditë, Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon njeriu për një gjuna që e ka bërë pa dije. Ndërsa ju si fëmijë, si pasardhës trashëgimtar të tij, është mirë që për të bëni lutje dhe të jepni lëmosh sa keni mundësi. Ose me pas mundësi me i bën ndonjë haxh, ndonjë umre, ose me i la ndonjë borxh, kjo do të ishte shumë mirë. Mirë, po sidomos lutja është adhurimi më i lehtë dhe më i shpërblyeshëm si për atë që lutet, si për atë për të cilin bëhet lutja që është i vdekuri. Në këtë rast nuk duhet me lanë me një anë. Duhet shumë mu lut për prindërit dhe me shpresë se Allahu subhanahu wa taala shkaku i këtyre lutjeve do t'u afal gabimet në botën tjetër. Qartë, do të vazhdojmë tutjet, lexojmë disa mesazhe. Thot, po lexoj Kur'an, po bëj dhikr
Mirë, po ofendoj shumë. Është interesante kjo. Ofendimi i besimtarit është prej mëkateve të mëdhaja. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mi mjafton mëkat besimtarit që ta ofendoj ose ta fyej vëllain e tij besimtar. E tash ofendimi i tjerëve është një hak i huaj, është një borxh ndaj dikujt. Se borxhi nuk është vetëm ju marr para njerëzve. Borxhi është edhe më ia thon një fjalë të keqe, më nënçmuar. Prandaj kjo është domethënë ky që i ofendon të tjerët, ndoshta krejt shpërblimet e punëve të mira të cilat i bën, ndoshta do t'i humb në botën tjetër nëse nuk ju kërkon falje këtyre njerëzve. Prandaj duhet me pas kujdes, më rujt, mos me ofendu njerëzit, mos me i nënçmu njerëzit, mos me i fy, sepse kjo është një zullum, një padrejtësi dhe një hak që kanë me ta kërku personat të cilët i ke ofenduar, kanë me ta kërku në botën tjetër. Prandaj kujdes. Kjo është, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wailul likulli humazatil lumaza." Mirë për ata që përqeshin dhe ofendojnë. Mirë për ata. Dhe kjo, kur thot Allahu mirë për ata, kjo tregon se ajo është një mëkat, më thon, bajagi i madh. Është prej mëkateve të mëdha. Prandaj nëse ti lexon Kur'an, fal namaz, mirë po të tjerët e bën tjetrën të ndihet keq. Ndihet keq, atëherë është një hadith shumë interesant. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një grua është filan gruaja e cila agjeron ditën vullnetarisht, shumë shpesh, dhe fal natën shumë shpesh. Është përmend në hiperbol, thot sawame dhe qawame. Është një grua që shumë agjeron dhe shumë fal namaz natë. Mirë po, i shqetëson fqinjet. I shqetëson. Ka thënë sa ajo është në zjarr. Këtu nuk bëhet fjalë për ofendimin, për shqetësim, se le rahat. Mirë po, është e ngjashme për arsye se i shkakton para atij. I hin faktikisht në i bën padrejtësi tjetrit. Ti më thon adhurimet të cilat janë mes teje dhe Zotit, nëse nuk të bëjnë më të mirë në raportet tua ndërnjerëzore, ato adhurime nuk të shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit. Sa atë borç Allahu i madhruar që e ke ndaj tjerëve, nuk ta fal. Kur? Është e kushzuar kjo raporti me Zotin dhe me njerëzit? Raporti i mirë me Zotin duhet të çojë deri te përmirësimi i raporteve mes njerëzve. Në njeri i cili fal natën, ai nuk duhet të jetë ofendues, nuk duhet të jetë i vjedhës, hajn, nuk duhet të jetë për shembull nënçmues i tjerëve. Kjo tregon se ai adhurimin me Zotin e tij nuk është duke e bërë si duhet. Se një njeri që e bën adhurimin si duhet me ndaj Zotit, se adhurimet ndahen në dy kategori. Adhurime me dobi kalimtare, për shembull jep lëmosh, përfiton tjetri. Dobia është kalimtare tek tjetri. Dhe adhurime me dobi jo kalimtare, sikurse namazi, agjerimi, ti agjeron për vete. Fqinji yt nuk ka kurrë çfarë dobie. Nëse ti agjeron apo se përfiton ti. E tash adhurimet me dobi jo kalimtare, që njerëzit zakonisht këtu fokusohen, edhe nuk e ka shumë breng se si do të jetë me tjerët. Po thot unë jam me Zotin mirë, tjerëve a ju bën padrejtësia, a i shqetëson, a ju vjedh, a i shan, a i reha, shembull, dhe këtë këqija t'ju a bën. Atëherë, faktikisht ato dëme që u a bën të tjerëve, ato e fitojnë, domethënë, e rëndojnë peshorën e veprave të këqija dhe njeriu nuk shpëton te Zoti. Shumë ka argumente. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë sahabeve, se po zgjatën pak, i ka thënë, a e dini kush është i falimentuar? I falimentuar, thanë ai që s'ka dinare dhe dirhem, sahabët jo tha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i falimentuar është ai i cili vjen me namaz, me agjerim dhe me zeqat ditën e gjykimit, mirë po, dikan e ka ofenduar, dikan e ka shar, dikan e ka rahur, e ka goditur, dikan e ka vrar, dhe pastaj shpërblimet e adhurimeve të tij merren dhe ju jepet atyre që u ka bërë padrejtësi. Derisa ti harxhohen të gjitha të mirat, pastaj ju merren mëkatet atyre të cilëve ju ka bërë padrejtësi dhe i gjuhen këtij dhe ki bashkë me to gjuhet në zjarr. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Vazhdojmë me telefonatën e radhës tani. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam gjyshin 75 vjet edhe i ka prish 2 ditë për Ramazanit,
një ditë ka pas obligim me hongër diçka për me marrë një injeksion kundër kancerit në prostat, edhe një ditë tha kum pas marramendje dhe dridhje trupit, edhe ka hongër diçka ëmbël për me u stabilizu. Qysh është gjykimi? A duhet me kompensu këtu me para, me një mas Ramazanit, ose çfarë duhet me bëjmë këtë në të raste? Qartë. Selam aleikum. Aleikum selam. Telefonata e radhës, alo? Unë jam Fimergatis. Po, urnane. E dishta mja buhogjës do pyetje për këto zekatin që kena me ona për sa dëron është. Edhe njëherë të lutem, zekatin? Po dhe një qitë për agjerojnë këto. E ke fjallën para në agjerimit, para në që kena me ona diçka. Të të pëtofër shvik për agjerim, dhe të të milion dhe kuna kena ma pëtofit me vonën. E qartë. Falenderit. Edhe unë e këma se e vjetë të në dërezja e këmë që gjysën e këmë që në Kosovë të do të vafët me të kam, me hoxën Blerinin. Gjysmën e ke që ku? Në medrese? I këmë që do të në dreze, 300 euro. 300 e këmë që në Kosovë të familja jeme. I këmë pas do të me grujet do jetimen. E qartë. Falenderit. E thash, ta viti hoxhën i kam edhe do kështu për do jetima i këmë që në Kosovë. Për do jetima, edhe dhe këmë që për raqen në Gaza, ka një njerë. Pra këto vullnetarisht ke që? Po, dishka po. Mirë. Falenderit. Në ndirë që. Vazhdojmë tutje, marrim një tjetër telefonat. Alo, Urnani? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Do shta me vetë hoxhën prej cilës mosh e kena obligim me ninu. E qartë. Falenderit. Në presim telefonatën e radhës. Apo vazhdojmë me përgjigjet. Gjyshi thot i cili ka probleme shëndetësore, ka prish 2 ditë, a duhet kompenzuar apo si të veproj? Pas Ramazanit, deri në Ramazanin tjetër, shikon se e ka gjendjen shëndetësore. Nëse është ka mundësi me agjeru, sidomos gjatë dimrit, kur dita është më e shkurtër, i kompenzon ato ditë. Duhet me agjeru. Mirë po, nëse e sheh që nuk ka fuqi për me agjeru, atëherë për 2 ditë pagun 2 racione ushqimore të varfërve. Kjo quhet fidje. Tash, me gjë ai vetëm 2 ditë e ka prish, do me thonë është në gjendje për me agjeru, në këtë rast ai duhet të agjeroj derisa s'ka ardhur Ramazani tjetër, duhet këto ditë të bëj kaza, të agjeroj kur të doj ai, do me thonë gjatë vitit deri në Ramazanin tjetër. Qartë. Pyetja tjetër që ka të bëjë me kompenzimin, kujt i jepet? Po. A bën familjarëve? Familjarë që nuk jetojnë, do me thonë, në të njëjtën shtëpi, dhe nuk e kanë një buxhet të përbashkët, lejohet me u dhënë fidje, do me thonë fidje është një racion ushqimor, që është gjysma e një sadakatul fitri. Do me thonë nëse shkojmë kështu me, do me thonë, një sadakatul fitr që paguhet për çdo antar të familjes në fund të Ramazanit është 4 grushta ushqim, ashtu është mat me drith ose me ushqime tjera. Fidja është gjysmë, po shikohet sipas standardit. Ti nëse nuk ke mundësi, mundesh edhe, do me thonë, shumë pak diçka, një hamburger ose ndoshta edhe më pak diçka, një racion ushqimor. Tash nuk e di, këto bashkitë islame i kanë të caktuara 3 euro, 4 euro është deri në 5 euro një ushqim e jep. Do me thonë, fidje mundet me i dhënë krejt nevojtarëve të ndryshëm në përbot ku janë, ose qofshin ata dhe familjarë të cilët nuk janë në të njëjtën shtëpi dhe nuk e kanë. Dhe vitin e kaluar thot një pjesë e ka dhënë në medrese, tjetrën familjarëve. Ka vepruar mirë çështjen e kompenzimit. Fidje duhet më dhënë të varfërve, jo në medrese. Se nuk është zeqat. Po të ishte zeqati për obligativ që është, më thonë fidjeja nuk e di a i mbledhin bashkitë islame, nëse bashkitë islame i mbledhin dhe i japin për... Po, i mbledhin, por i orientojnë për familjet varfra, jo. Nëse i orientojnë për familjet varfra, se nuk e di këtë me të vërtet,
nëse e orientoj, se thotë Allahu subhanahu wa taala, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'ami miskin. Në këtë rast, Bashkia Islame, shoqata Bereqeti ka shumë gjalltore nëpër Kosovë dhe i orienton nëse shkon ashtu në mënyrë të organizuar ushqim shumë të varfër. Shoqatës Bereqeti, e di shoqatën Bereqeti, nëse shkojnë ashtu që më një deri të të varfërit, atëherë lejohet, nuk ka kur gjë të keqe këtu, se thotë Allahu ata që s'kan mundësi, do të më dhon një fitje për të varfërit. E qartë. Dhe ka dhënë sadaka për jetima, si vepër e mirë? Njëjtë, po nëse është jetimat nëse janë nevojtar. Veç pse është jetim. Në fakt sadaka vullnetare, jo si kompenzim. Sadakaja është, më thonë, është një prej veprave më të mira te Allahu subhanahu wa taala, është vepër shumë, do të thonë, e dashur te Zoti, Allahu ja pranoft. Fëmijët pyesin për çështjet e tyre. Kur e kam obligim agjërimin, thotë, për cilës mosh? Do të thonë, nëse duam që ta rumbullaksojmë me vite, më thonë, folëm të pyetja e parë, të pyetja e parë asaj ditë, pyet si, më thonë, teleshikuesi i parë e boni, obligim sipas rregullave të fesë, më thonë, agjërimi bëhet obligativ për fëmijët kur hyjnë në pubertet. Më thonë, disa dietarë mendojnë se ajo mbosha që, më thonë, është definitive e pubertetit, se puberteti është fazë e cila zgjat. Më thonë mund zgjat një vjet, ma shumë një vjet e gjysdi. Më thonë fillon prej moshës 13 deri në moshën 15. Po 15 vjet nëse i ka bo fëmijë, atëherë veç më duhet. Për shembull, Muhammed ibn Salih al-Uthaymini, Sheikh Muhammed ibn Salih al-Uthaymini, dietari mirë njohur, do të thonë ai thotë në moshën 15 vjeçare. Fillon, do të thonë, ai regjistrimi dhe fëmijëve ju bëhen obligim detyrat me cilat Zoti i ka ngarkuar njerëzit. Për ndryshe mund të agjërojnë edhe më herët. Po, sigurisht. Me vetë dëshirë. Mund të nisin shumë më herët. Vazhdojmë tutje. Alo. Alo. Urnoni. Përshëndetje, desha me pyet hoxhen. Po. Ku kemi kokëdhimbje, a mund të me përdor supozitor, a prishet agjërimi? E qartë. Marrim një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Për ty edhe për hoxhën e nderuar, kam një dy pyetje shkurta. Po. Njëna është kisha dashur me ditë metodën që shopal pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Edhe me tekbir para rukus, edhe me tekbir në sejdë para se me ron sejdë. Apo ka tekbir, se kom një për një hoxha që është me tekbir. Do t'ju sqaroj hoxha, cila është pyetja tjetër? Pyetja dytë është puna e mestit, kur fillon 24 orë i mestit, për shembull, nëse a fillon prej, une kur e loj komt mëngje për namazin e sabahut, për shembull. E qartë edhe kjo. Edhe mest për namazin e drekës, a numërohet pej mëngjesit apo pej drekës? Po. E kuptuam, faleminderit shumë. Zoti ju shpërbleft. Amin edhe juve. Do të mirpresim një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje rreth namazit, ngritja e durëve gjatë shkujes në ruku dhe në sejdë. Vetëm sa u bë kjo pyetje? Po, edhe unë jam interesuar me ditë, a është më mirë ti ngrezëm apo që veproj mos si është më mirë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Marrim një tjetër telefonat, alo? Mirë, atëherë dashur miq, ne do të shkputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak për të marrë përgjigje për këto pyetje, por edhe do të presim telefonata tjera. Jemi rikthyer dashur miq, po shoqëroni me emisionin Dritarja e Agjëruesit, ndërkohë me hoxhën Agim Bekiri do të mirpresim edhe më tej telefonatat tuaja. Mirpresim më një herë telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam interesuar me bëni pyetje hoxhës.
Po. Unë që 25 vjetë kështu jam i qera. Edhe disa sebepat mi po më ndihmojnë për më mbledh të hollat për më këqyr me bo një banesë. Po. Tashte, a kam une, a kam obligim une për që ato të hollat që i kom mbledh ose mi kanë mbledh të tjetë për me bo zekatin, për me jep zekatin. Janë për shembull për 10.000 euro. E kuptuam. E ndryshim po mundëm me kredi që po guxojmë, kështu si jemi adin fetar, kështu po mundom kështu mi mbledh ka pak. Allah i shpërbleft për këta. Faleminderit për telefonatën. Vazhdojmë tutje, mirë presim telefonuesin tjetër. Alo? Është shkutur, në vjen keq. Vazhdojmë me përgjigjet të pyetjeve të mëparshme. Thot, a lejohet të përdorim supozitor në rast kokëdhimbje? A e prish agjërimin? Supozitorët nuk e prishin agjërimin. Lejohet mi përdor. Si falej pejgamberi alayhis salam, pra metoda, kishim pra 2 pyetje të ngjashme rreth ngritjes së duarve. Po. Është transmetuar prej shumë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngritja e duarve në namaz përveç tekbirit fillestar. Pra kur ka shku pejgamberi në ruku ka ngrit durt, kur është kthyer prej rukus i ka ngrit durt, edhe kur është ngrit për rekatin e tretë i ka ngrit durt, kur ka thënë Allahu Akbar. Kjo është në Buhari. Domethënë nuk ka dyshim se këtë e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është një hadith tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt vetëm në tekbirin fillestar, të cilën transmetohet prej Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Për këtë hadith disa dietarë thënë që është i dobët, disa e kanë bërë si hadith sakt, është diskutabil. A e ka bëu apo se ka bëu pejgamberi, mirë po, ka dietarë që kanë thënë se edhe këtë e ka bëu pejgamberi. Që do të thonë se lejohet edhe kjo edhe ajo. Do të thonë është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jam transmetuar të dy format, po forma më shumë transmetime, më shumë sahab, ka që i ka ngrit durt. Tash, kështu që duhet me qenë tolerant ndaj njëri tjetrit, është në mëdhëbin Hanefi nuk ngriten durt, se dietarët jo që nuk i kanë pranuar ato hadithe, po çato hadithe që i kanë mris, ato kanë jetuar, do të thonë Imam Ebu Hanifja në Kufe, Allahu e mëshiroft, ka vepruar sipas atij hadithi tjetër, por duhet me pas një lloj tolerancë këtu, do të thonë, nëse pra vlen të dyjat. Vlen të dyjat. Qartë, shkurtimisht. Kur fillon mesti? Mesti fillon prej momentit kur e merr mestin e parë. Do të thonë nëse ke marr në mëngjes, namaz sabahit, avdes, i ke la komt dhe i ke vesh mest. Pastaj e prish avdesin dhe gjatë derisa vjen namazi i drekës. Dhe kur e merr avdesin e parë dhe e merr mestin e parë, meshin e parë për mi meste, se fjala mest, ajo quhet ajo çerapi i lëkurës, mest. A mes me hën fund është fshirja mbi ta. Pra fillon prej fshirjes së parë. Nëse në drek, rast në kohë të drekës. Në kohë të drekës. Edhe deri në namazin e drekës, në nesërmen, ke drejt, në me thonë, me marë mes. E në këtë rast, Hoxh, të nesërmen në namazin e drekës, jep me mes, apo i lajmë këmbët? Jo, jep mes. Sa 24 ora të herbohen që e ke përdor mesin. Për i që ndi pastaj, në nesërmen, do të me i la këmbët. Qartë. Nëse është vendas, a nëse është udhëtar, 3 ditë e 3 netë. A më gjatë, lehtësimi gjatë më shumë. Jetoj me qira, thot, dhe të afërmit, po më ndihmojnë të mbledh para për blerjen e një banese, sepse nuk duam të hyjmë në kredi. A duhet dhënë zekatin për paratë mbledhura që i bie kalojnë shifrën 10.000 euro? Me thonë drejtën, une sa kam lexuar, se tash nuk jam shumë i sigurt për këtë, se këto para janë parat zeqatit. Edhe për këto para nuk jepet, une sa e di, për arsye se, më thonë, këta persona që i kanë pranuar këto para janë nevojtar. Nuk jepet dy herë për të njëjtën pasuri. Më thonë, edhe sidomos kur është për nevojë sikur se kjo. Përveç nëse nevoja për me pas shtëpi nuk është shumë e madhe. Më thonë njerëzit se më varet prej vendeve, dikun për shembull jo çdo kush posedon shtëpi dhe jetojnë normal me qira. Shumica njerëzve në botë. Do të thonë në për shumë vende të botës posedimi një
një shtëpi ose një banese, domethënë nuk është e detyrueshme dhe njerëzit jetojnë komod. Mirë, po duke pas parasysh te ne se nuk është bash ashtu, se te ne, domethënë qiraja është zakonisht e rëndon shumë buxhetin e familjes dhe nuk mund të vështirë një familje që ndoshta vetëm një antar ose dy antar të familjes punojnë, edhe shumë vështirë e përballojnë qiran, atëherë mund të themi se është domosdoshmëri ose nevojë e madhe. Domethënë nevojë shumë e rëndësishme, shumë e theksuar. Është nevojë shumë e madhe, atëherë nuk japim pasuri, domethënë prej kësaj pasurie zeqat. Allahu alem. Vazhdojmë tutje, më presim telefonatën tjetër. Alo? Alo? Po, nani? Alo, po dëgjoni? Po. Kam dy pyetje për hoxhën. Pyetja e parë është kështu. Falem, me agjeroj qysh nga mosha e hershme, prej moshës 10 vjeçare, jam e moshuar. Mirë, po falem, po nuk falem rregullisht, se nuk muj, prej shëndetit nuk jem nga diçka. Sa herë që falem, kur e përmendi pejgamberin Ibrahim, unë mërthën voji e gati se çdo herë që falem. Tash dyqysh shqetësone, ma është në rregull, diçka me mua, apo çka është. Edhe pyetja dytë është kështu, le të qëndrojmë edhe pak në pyetjen e parë. Nuk falesh rregullisht për shkaqe shëndetësore, apo? Jo, s'muj më falë rregullisht, s'muj se edhe punoj edhe nuk muj. Nuk muj. E kuptuar. Cila është pyetja tjetër? Falem ndërprerje, për kur falem mërthën vaj filloj me çajt, çdo herë sidomos kur e përmendi pejgamberin Ibrahim. E qartë. Pyetja tjetër cila është? Pyetja tjetër është vajza jeme ka një vajzë, edhe tash a mundet ajo me prej kurban pasi që 6 muaj vajza i ban kur lind. Që ka lind, që 6 muaj. E qartë. Mirë, në rregull, ju përshëndes. Edhe ne ju përshëndesim juve, faleminderit. Ju kuadrojmë telefonuesin e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje hoxhës. Po. Nga orë cikli 1-2 orë para iftarit, dhe me thona o prish qaja dite agjerimit. E qartë. Edhe pyetja dytë nëse ban? Po, bën. Sadaka o shambull ku të dhonsh, a do të me bo njët shambull për qatë person nëse të vdekur apo diçka ku të jepsh, a do të me bo njët apo vetëm me zamër dhe me dhonë? Edhe këtë pyetje kuptuam, faleminderit shumë. Selam aleikum. Aleikum selam. Inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ndoshta me vetë me pit hoxhën, jam fillestare, po kam qef mu fal. A ban me shlu telefonin kështu me YouTube për mes YouTube-s mu fal. E kuptuam, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, ne do të vazhdojmë tani me përgjigjet. Nuk falem rregullisht, thot, nuk po mundem. E kur falem, kur e përmendi Ibrahimin a.s. emocionohem, pra çaj. Do të me pas parasysh kjo motër muslimane që e parashtroi këtë pyetje se tha unë agjeroj prej moshës 10 vjeçare, do të thonë prej fëmijë. Ndërsa namazin nuk ka mundësi me fal rregullisht. Namazi është shtylla e fesë. Duhet me gjetë një variant, një mundësi, do të thonë duhet me gjetë një 4-5 minuta njëri me fal namazin. Nëse s'mundet, duhet mi bashku namazet. Kjo është një lehtësim. Për shembull, jem punë, nuk ka mundësi kurrë se si drekën me fal në vaktin e vet, ke me fal në vaktin e iqindis. Ose akshamin, për shembull, ke me fal në vaktin e, këtë tolerojnë disa dietarë, edhe pse jo të gjithë, mirë po, ma mirë është kështu se sa mos mu fal fare. Nuk ban me thonë unë namaz do njëherë falem. Masi që ti e do agjerimin, e do fen, du të me ditë se, me thonë, namazi është shumë më i rëndësishëm se agjerimi. Edhe namazi është shtylla kurizore të themi, simbolikisht e fesë. Nuk mund të ngritesh me vepra të mira, nëse ti shtyllën kurizore e ke të thyer. Nuk mundesh. Në me thonë, një namaz me elana shumë mëkat i madh. Edhe tash ne me agjerim synojmë që të afrohemi te Zoti.
po nuk mund të afrohemi si duhet te Zoti, megjithëse unë nuk them se është e kot. Mirë është me agjero, vazhdo agjero, por duhet ta përmirësosh namazin. Kjo është e para. Sa i përket asaj që të ka plan vaj kur përmendet Ibrahimi a.s. Tash kjo duket pak e çuditshme, mos ka ndonjë lidhshmëri me ndonjë antar të familjes, me ndonjë familjar të vdekur, nuk e di unë, por nëse është kështu, domethënë bash domethënë në këtë formë që si të përmendet Ibrahimi a.s. Në shoqërinë tonë kujtohet pra ngjarja e Ibrahimit a.s. Nëse është kështu, nuk është kur gjë, mirë është, domethënë me çajt për me të kujtuar Ibrahimi a.s. rregull, nëse mirë po, nëse nuk e di pse qan, atëherë mendoj se ka nevojë për rukje. Duhet me shiku, me fri, ose me aleshu, domethënë me në telefon ose në internet me leshu Kurani, me ndëgju Kur'an, mos është diçka ndonjë rasti, ndonjë mësish ose ndonjë ngacmimi nga gjin, nuk e di, po duhet ta provoj. A nëse është thjesht emocionohet me rastin e historinë e Ibrahimit a.s. ose me ndonjë Ibrahim të familjes që ka vdek ose nuk e di, atëherë kjo është, domethënë, emocione janë që nuk ka kunifar problemi. A bën thot me pre kurbanin, pra akikën në këtë rast për vajzën, edhe pse vajza mbesa e saj, pra ka bërë 6 muaj. Po, duhet të pritet, domethënë akika, edhe pse ka kaluar një kohë, domethënë sikur se 6 muaj ose më tepër, duhet preferohet shumë, është një sunet shumë i fuqishëm, madje disa dietar kanë thënë se është vajxhib thërja e kurbanit, pritet një kurban për vajzë, edhe pse i ka kaluar 6 muaj, domethënë duhet me prejat akika. Thot është paraqitur cikli 2 orë para iftarit, a është prishur kjo ditë agjërimi? Po, kjo ditë agjërimit është prish, edhe nuk guxon me vazhdu agjërimin deri, se nuk lejohet agjërimi gjatë periudhës së ciklit mujor, dhe këtë ditë duhet me kompenzu pas Ramazanit deri ka afat deri në Ramazanin tjetër. Tutje niyeti për sadakan me zemër apo sadakaja, domethënë niyeti është ajo që njeriu e synon me zemrën e tij. Nuk ka nevojë me thonë po e bëj niyet këtë lëmosh me dhon për babën, nuk ka nevojë kështu mu shpreh. Allahu e di për çfarë jepti. Mjafton ta mendosh, dikush jep lëmosh për vete, thjesht për mi ndihmu dikujt. Dikush jep lëmosh për babain e tij të vdekur ose babain e saj të vdekur. Mjafton ta mendosh ti këtë dhe regjistrohet për ata. Nuk ka nevojë me shpreh ose me artikulu niyetin me fjalë. A bën me u fal me telefon me që është fillestare në namaz? Po, ban çfarë do lloj forme që ndihmon me marr ndonjë letër ose me mbajt telefonin, me lexu lutjet, me i pa derisa ta mësosh normal. Derisa ta mësosh namazin, tolerohen krejt këto gjëra. Vazhdojmë tutje, mirpresim telefonata të tjera, alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Disha po të pyetje nëse ban. Po. Një publicitar i fali pas namaz. Baj dhiku shumë, ka mundëso zëti me po dhiku shumë istighfare, pa ndërprej salavate shumë, që shumë, edhe pa ndërprej, normal jo bëkët jam të hongër, më shkën menjet e zëti në step. A kam problem, dhe më thonë në punë këtë jam, dhe në gjomi këtë më zë që më ndërprej. E qarë, pyetja tjetër? Edhe nënës i kom bon pak nështë të kom një gjena shumë, pak para se më bon që tërmejti që u bon. I në kom të furë dhe po me po namaz, kisha qef me shnin ka namazë. Piqa se i nëntë e ka falë, e ka njësë më falë me po namaz. Po? Jam bo se be, pa kam shproblem. Edhe trejta nëse banë, se pak ju mëraku, baba më ka vdik që 6 muj. A leju për ma shemë dhe me bon vizite varriza, sonë do bajnë në stë, për të në gjithë namaz, gjithë kur senari do, a leju të të varrizës me bon shemë me shko me vizitohë. E qartë? Selam aleikum, Allah e shpërblet për çdo fëmijë. Aleikum selam, faleminderit shumë për telefonatën. Do të vazhdojmë tutje, mirpresim telefonuesin tjetër. Alo. Ordani. Është shkëputur, vazhdojmë me përgjigjen, thot falem, bedhikër, salavate, e kështu me radhë, a kam shpërblim? Po, sigurisht, në me thonë, Allahu i madhruar
i shpërblen shumë namazet, i shlin me to gjunahet, ndërsa sa i përket dhikrit njeriu duhet ta përmend shumë Allahun dhe sa më tepër që ban dhikr, kjo është një shenjë se aq më tepër e do Zotin. Kush e përmend Zotin më tepër e do më shumë se sa ai që e përmend ndonjëherë rrallë. Allahu në Kur'an thotë ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besu, përmendni Allahun ose bëjni dhikr Allahun shumë. Me thonë, lumi ai që bën shumë dhikr, qoftë istikfar, qoftë fjalën la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, kështu me radhë. Ose salavatet. Salavatet kanë, domethënë, një shpërblim shumë të veçantë. I ka thonë njëri prej sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë unë bëj dua dhe një pjesë të duas time e bëj salavate. Thotë pejgamberi shtoje se është më mirë për ti. Thotë gjysmën e duas salavate, gjysmën e bëj dua tjera. Thotë pejgamberi shtoje. Atëherë thotë krejt duan time po e bëj salavat. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë të fshihen gjunahet dhe të largohen brengët. Të fshihen të gjitha gjunahet dhe të largohen brengët. Lumi ai që ban dhikr shumë dhe çon shumë salavate me pejgamberin. Është bërë sebeb që nëna ka filluar të falet. Po. Edhe kjo është domethënë një vepër shumë e mirë. Kush bëhet sebeb që dikush, sidomos nana, kjo është një bamirësi shumë e madhe ndaj prindit, më bën sebeb që nana ose baba ose të dy prindërit me fal namaz sebeb teje. Sa sevape do të marrin ato gjatë namazeve që do t'i bëjmë, po aq Allahu i jep atij i cili ka qenë sebeb. Kështu ka thonë pejgamberi ad-dalu ala al-khairi ka fa'ilihi, ai që udhëzon për një të mirë e ka sevapin sigurisht ai që e bën atë mirën. Tutje thot ta lejohet vizitat e varreza tek varri i babait. Po, lejohet. Edhe pse lutem vazhdimisht thot për të. Po, lejohet se vizita e varrezave përveç që me të synohet lutja për të vdekurit, se është sunet kur shkosh te varrezat, për shembull nëse shkon me vizitu varrezat në përgjithësi ose varrin e babës në këtë rast, me bë dua për babën atje. Kjo është qëllimi me u lut për të vdekurit te varrezat, po qëllimi është gjithashtu edhe për me marrë mësim për vete. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxitur sahabët që të bëjnë që të vizitojnë varrezat. Ka thonë unë në fillim ju pa ta ndaluar, tani vizitoni varrezat sepse ato ua përkujtojnë ahiretin. Është sunet me shku, nuk shkohet te varrezat vetëm kur ka ndonjë xhenaze me çu me voros ndikan, domethënë prej njerëzve që i njohin, po te varrezat është mirë me shku edhe kështu enkas, domethënë për me bë dua dhe për me përkujtu veten me ahiretin. Vazhdojmë tutje. Urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta me vetë hoxhën, a bën me dhonë vend sadakul fitrit, me dhonë kumpiran, e jo paren. Edhe a bën vend zeqatit, me dhonë kumpiran. Son kumpira kom bëllë, për me shqit ata kumpira, do të me bu pare, nëse do të me dhonë veç pare, këtu a i shkon me që ato pare, për shumë blena për kumpira dikon tjetër. Pra ju kultivoni... A bën me dhonë. Ju kultivoni patate, merreni me to. Po. Ishta me vetë a bën me dhonë, vend pare, kumpir. E kuptuam, faleminderit shumë. Edhe për zeqat, edhe për sadakot fitr. Po, e qartë. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam, mirëpresim telefonuesin tjetër, alo? Alo? Po? Alo? Urnoni. Alo? Po ju dëgjojmë, Urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Cila është? Unë jam duke e lexuar Kur'anin në gjuhën shqipe. Edhe kam hasë në një pikë e cila sipas Imam Shafiut, Allahu më shëroft, i cili ka thënë ulja për ngushmim është e papet me kru. Edhe njëherë? Ulja? Imam Shafiut, Allahu më shëroft, i cili ka thënë po? Ulja për ngushëllime. Po? Në vdekje. Është e papet me familjarët nuk duhet të mblidhen, por të vazhdojnë punët dhe nevojat e tyre burr apo grua qoftë. Sa është e vërteta. Pra,
e keni qartë hoqë, nuk duhet të bëhet të tubohen. Të mblidhen për ngushëllime, apo? Në rast vdekje, në rast vdekje kur në vdes, shembull një familjar, që na majmë të pame. A është e mirë apo e keqe kjo? Sipas Imam Shafiut thotë mos ul për ngushëllime. E qartë, e kuptuam. Mos u ul për ngushëllime, pra mos rri. Po, faleminderit shumë. Faleminderit juve, vazhdojmë me telefonatën tjetër, alo? Alo? Urnoni. Alo? Po? Selamu alaikum. Aleikum selam. Po të me bëni hoqët një pyetje. Po? Shkollë nuk më thumë mirë, nuk di me lëzu këtë germat. Më falë pa në i gjumave dhe në sabah, në tatë në Ramazan i sabah në fali. Plakën e kam të 2 vjetë pa lezum, i ka u bëdia, tatë a të mirë mja prej një kurban, Pse mja prej kurbanin? Përshën të dikës për mja prej kurban, dikës për të nuk ban. Qartë, faleminderit. Nuk ban, natën e mirë. Natën e mirë. Inkuadrojmë një tjetër telefonat, urnoni. Përshëndetje, selamu alaikum. Përshëndetje, aleikum selam. Të ta mja bonja 2 pyetje hoqës. Po. Gjatë farzit, kur të thëmë e të hijatin, po më lidhet edhe selavatet. Po ka bëj, për thëmë selavatet edhe në rekatën e 3, mas elhamit, për thëmë edhe një sure. A bën kështu apo veç elhamin? Pra, po shkon rrjedhshëm. Po. Faleminderit. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Marrim një tjetër telefonat, alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Po ju? Mirë, faleminderit. Desha me bo një pyetje për kem një vajzë, 3 muajsh, e neve gjamperja kam gjetë kur një herë këna vesh, qkymë. Edhe fëmija nuk ka kush i qetë me punu. Njën i ka 26 vjetë, njën 22, nuk i jepet djallit me dollë pidere, që 1 vjetë, nuk jo mirë, në stëpë thëtë, shkën të mjeku, nuk po di për shfa arsye, nuk ka kush që e qetë me punu. E qartë, faleminderit. Kam qenë të hoqës disa herë, po nuk po di pse, vla. S'po di natën e mirë, e më na falë. Natën e mirë, faleminderit. Ishte kjo telefonata e fundit, sepse kemi pyetje shumë. Thot në vend të sadakatul fitrit dhe të zekatit, a bën me dhënë patate me që i kultivon ato? Sadakatul fitri preferohet që t'jepet ushqim. Ushqim për nevojtarët. Kjo është esenca. Pastaj disa dietarë, sikur se është Imam Ebu Hanife, ka leju që t'jepet në vlerë të parave. Do me thonë nuk prish punë me thonë patate, do me thonë familjeve të varfëra, sa ato janë ushqim që e përdorim, do me thonë muslimant e këtij vendi. Gjithashtu edhe zeqati. Edhe zeqati e jep, do me thonë patate, e përmenda, une se qatë male ka, ti mundesh e ki 2 opcione, ose e jep, do me thonë patate, ose e vlerëson një vlerë sa kushtojnë ato, dhe e jep 2.5% në vlerë të parave. Lejot edhe jo dhe jo. Qartë. Pra, lexoj Kur'an shqip, pas ka lexuar se Imam Shafiu ka thënë që nuk është mirë të ulemi pra kur shkojmë në të pame. Nuk e di në çfarë kontekste ka thënë, ngushëllimi nuk ban shumë të zgjatet, 3 ditë është sunet, do me thënë që t'ju jepet, ngushëllimi për shembull është një vepër shumë e mirë. Ka thënë pejgamberi kush i jep një ngushëllim personit ose familjes që i ka ndodhur një fatkeqësi,
Allahu do ta vesh me rrobat më të bukura në ditën e gjykimit. Mirë po nëse ngushëllimi nënkupton angazhimin e familjarëve, ato familjarët duhet pastaj t'ju japin ushqime, kjo nuk preferohet. Se familjarët që ju ka ndodhur vdekja, ata janë të preokupuar me vdekjen që ju ka ndodhur. Tash me shku te ata dhe me qëndru gjatë dhe me prit ushqim për tyre, kjo është ndaluar, ndoshta në këtë kontekst. E ka thënë Imam Shafiu se përndryshe ngushëllimi është mirë vëlla, edhe kjo që bëhet te ne nga 3 ditë që hapin të pame kur ju vdes dikush prej familjarëve, njerëzit shkojnë nuk është kusht me shku, ngushëllimin mund ta bësh edhe në rrugë, nuk është kusht me shku te shtëpia, mirë po është një vepër e mirë me shku me ngushëllu njerëzit që ju ka ndodhur ndonjë fatkeqësi. Qartë. Thot nuk di me lexu falen vetëm të xhumave, ndërsa në Ramazan e fali sabahun. Namazin duhet mu përpjek me e fal 5 herë në ditë. Nuk ka tolerim me këtu. Nëse nuk mundesh ulur nëse je, dietarët e përmendin se nëse je i shtrirë në spital, edhe nuk ka kush me dhënë avdes, ki mu fal pa avdes, vëlla. Nuk lihet namazi. Namazi është feja, namazi është imani. Namazi është besimi in. Namazi është vepra kryesore. Allahu e ka thënë në surën Bekare namazin iman. Ka thënë Allahu nuk u humb juve imanin tuaj. E ka për qëllim namazin. Prandaj nuk duhet me thonë unë e falem pak. Ti mirë që agjeron, që lexon ka pak, mirë që falesh doniherë, po duhesh mu përpjek mu fal 5 vakte në ditë, se s'ka arsye për me lënë namazin. Asnjë arsye absolutisht mundesh me i bashku namazet, mirë po jo me i lënë. Përveç njeriu i cili nuk është në vetdije, ose është i çmendur, ose gratë të cilët janë në ciklin mujor, këta nuk janë të liruar nga namazi. Tjertë asnjëri nuk është i liruar. Kjo është, gjykimi i fesë për namazin. Qartë. Gruaja thotë është e paralizuar, s'ka vetdi, a bën me pre kurban me këtë rast? Lejohet me dhon sadaka, të ne quajnë kurban. Me pre një del ose një lop ose një kafsh për shembull që i hat mishi dhe me shpërnda sadaka për të sëmurin, kjo preferohet, se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shëroni të sëmurët tuaj duke dhënë sadaka. Sadakaja mund të jetë një shkak për mu shëru, me dhanë emër të sëmurit është shumë mirë. Gjatë farzit thotë, pra në ulljen e parë, e theme të hijatin dhe vazhdoj me salavate. Pra, shiko, leximi i salavateve në etehijatin e parë është një çështje diskutabile te dietarët. Dietarët e medhhebit Hanefi thënë nuk lexohen se e vonon rekatin e tretë. Prandaj thonë nëse thu Allahumme salli ala Muhammed dush me bose visejse. Dietar tjerë e lejojnë krejt. Bile ka dietar që thënë sikur se Ibn Kaimi, Allahu e mëshiraf, Ibn Kaimi el-Xhauzia thotë sunet është me lexu. Kështu që unë mendoj që nuk prish punë. Në edhe në tehijatin e parë me lexu salavatën, është shpesh edhe unë te xhamia aty shpesh ata më të vjetër më thënë ja nisi me lexu tehijatin dhe kur e shoh veten kam përfunduar te salavatet, e kupton? Se i lexoj kështu i ngjesin e rrjedhshëm. Nuk besoj që duhet me mos e veseshte. Nërsa thotë në rekatën e tretë, duke thënë Fatihan, vazhdoj edhe një sure. Ka pas raste, ndonjëherë ka një hadith se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjëherë ka lexuar edhe në rekatin e tretë dhe të katërt mas Fatihas ka lexuar një sure. Nuk prish punë, edhe kjo nuk prish punë. Bile ndonjëherë me praktikum mirë është. Vajza thotë është 3 muajshe, e kemi gjetur xhemperin e saj të shqyer. Po, ndëgjova, tash nuk do me thonë ti me pa xhemperin e shqyer, më njëherë me mendu se dikush ka bërë diçka ndonjë magji. Edhe pse mund të jetë, ama nuk ban mu bë vezvese. Ose për shembull që djali i saj nuk pranon me punu. Mund të jetë ndonjë stres, mund të jetë ndonjë gjendje shpirtërore që nuk ka të bëjë me magjin. Nëse vëreni gjërat që si me e vërtetu për shembull këtë se është magji apo s'është magji, duhet me nis me fal namaz, me lexu Kur'an. Nëse njeriu nuk mund të bëjë namaz dhe nuk mund ta ndëgjojë Kur'anin, edhe ban vepra të sillet sikur i gjindosur ose vepra të çuditshme, domethënë sikur me qenë i çmendur ose vepra të marra, atëherë normal duhet me kërku çare te ata të cilët bëjnë rukje. Duhet me lexu me efrin dhe një hoç i cili lexon sipas Kuranit dhe Sunetit, jo me shkuna për fallxor. Atëherë, domethënë për çat nuk ka shumë, është me një pyetje kaq të thjeshtë,
nuk mund ta dim. Se mund të jetë ai xhemberi i shkyer, mund të jetë ndoshta vetë ashtu. Mos me shku mendja më një herë se është diçka magji dhe njerëzit pastaj ky suggestion i rëndon më tepër psiqikisht edhe bavaki i smun edhe më tepër. Kështu që duhet me shikmu njeri me bon namaz, me lutë Allahu subhanahu wa taala, nëse e sheh se nuk mund ta bëj namazin dhe ka një problem të madh. Se shpeshherë streset, domethënë ato gjendjet psiqike të njerëzve mundohen ti komentojnë sikurse diçka që ka të bëjë me magjinë ose me mësishin. Shumica e rasteve nuk ka lidhje me magjinë ose me mësishin. Çdo me punu. Ka raporte ndoshta jo të mira me shok, me atë. Zoti e di çfarë probleme ka. Ndonjëherë duhet me shku ndoshta në psikiatër. Ndonjëherë ka nevojë për me bisedu me dikan. Kryesorja me njeriu duhet të jetë vigjilent edhe të bëhet, si thënë, mjek i vetvetes duhesh më bë me ditë se a ke diçka apo s'ke diçka. Zoti ndihmoft inshallah. Amen. Faleminderit shumë hoxh. Faleminderit edhe ti, më herë. Dhe dashurmiq, ky është emisioni i sotëm, Dritarja e Xhirosit. Bashkë takojmë inshallah nesër. Deri atëherë, selam aleikum.